Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi ku një fëmijë 5 muajsh ndëroi jetë në rrethana ende të paqarta në ishullin Paros. Prindrit e të miturës, të dy me origjinë shqiptare dhe banues prej vitesh në ishull, janë shoqëruar nga autoritetet greke pasi dyshohen për ekspozim të rrezikshëm që çoi në vdekjen e fëmijës. Ngjarja ndodhi të dielën pasdite kur nëna e çoi të voglën në qendrën shëndetësore në Paros, Pandjenja, ku mjekët konstatuan se fëmia nuk merrte frym. Pavarësisht përpjekjeve për reanimim, fatkeqësisht, vajza kishte ndërruar jetë. Sipas autoriteteve greke, ekzistojnë disa skenar që po hetojnë lidhur me shkaqet e ngjarjes. Një nga dyshimet kryesore është se fëmia mund të jetë lënë për një kohë të gjatë në makinë, ndërsa prindrit ndodheshin në plazh. Një banor i zonës deklaroi për televizionin grek Star se familja ishte në plazhin e Parasporos dhe se e kishin lënë fëmijën në makinë për të fjetur, pasi e kishte zënë gjumi gjatë rrugës. Një tjetër version që po hetohet është se foshnja mund të ketë qëndruar në diell për disa orë dhe ka humbur ndjenjat më vonë në shtëpi. Sipas policisë greke, dëshmitë e prindërve nuk përputhen. Babai ka deklaruar se fëmia ishte me ta në plazh, ndërsa nëna ka thënë se e kishin lënë në makinë për të fjetur. Këto kontradikta kanë ngritur më shumë dyshimet për mënyrën se si ndodhi vdekja e fëmijës. Prindrit u dërguan në komisariat dhe pritet të dalin përpara prokurorisë së Syros, ndërsa autoritetet greke vijojnë hetimet për të zbardhur shkaqet e ngjarjes.